Një operacion i koordinuar mes prokurisë së Tiranës dhe Eurojustit ka zbuluar një nga rrjetet më të mëdha të trafikut ndërkombëtar të qenieve njerëzore me destinacion Shqipërinë. Hetimet disa mujore kanë treguar se grupi kriminal rekrutonte vajza kryesisht nga Amerika Latine dhe Azia Qendrore, të cilat më pas transportoheshin drejt Tiranës për të shfrytzuar për prostitucion. Në total, autoritetet kanë ekzekutuar 19 masa sigurie mes Shqipërisë dhe Kolumbisë, ndërsa 3 persona janë shpadur në kërkim. Ndërkohë, për 48 vajza të përfshira është regjistruar procedim penal në gjendje të lirë. Hetimet kanë identifikuar si organizator kryesor shtetasin shqiptar me iniciale LB, 25 vjeç, i cili u arrestua në Kolumbi. Ai kishte marrë përsipër rekrutimin e vajzave, organizimin e udhëtimit të tyre drejt Shqipërisë, si dhe sigurimin e akomodimit në Tiranë. Prokuria thotë se viktimat mbaheshin në presionin e kërcënimeve dhe në rast të refuzimi, ato apo familjarët e tyre në Kolumbi përballeshin me dhunë e kanosje. Në skema ishin përfshirë edhe persona të tjerë në role të qarta. Shtetasi me inicialet DS ndihmonte në sigurimin e kushteve logjistike dhe menaxhimin e rrjetit, ndërsa shtetasi me iniciale KP merrej me mbledhjen e të ardhurave të përfituara nga prostitucioni dhe transferimin e tyre në llogarit e shtetasve LB përmes kriptovalutave, duke bërë të vështira gjurmëmet financiare. Prokuria ka dokumentuar gjithashtu se një tjetër i përfshirë, shtetasi me iniciale IG, kishte përshtatur një hotel në rrugën Rishit Çollaku në kryeqytet, ku vajzat e trafikuara detyroheshin të ushtronin prostitucion. Ky ambient ishte kthyer në një qendër kyçe të aktivitetit kriminal, ndërsa klientët siguroheshin përmes rrjeteve të mbyllura komunikimi. Autoritetet shqiptare nënvizojnë se hetimet vazhdojnë për zbardhjen e plotë të rrjetit dhe identifikimin e lidhjeve të tjera ndërkombëtare. Ky rast shihet si një goditje e rëndësishme ndaj grupeve që shfrytëzojnë Shqipërinë si nyje të trafikimit ndërkombëtar të qenieve njerëzore.